me thënë drejtën, as e kam pasur dhe as e kam shumë iden se pse unë duhet jem aty në parlament si deputet për sa kohë kam të detyrë. Dhe nga ana tjetër do ishte prap një hyrje në hak ndaj të tjerëve që të vendose emri im dhe pastaj të vinin votat dhe të çorientoheshin njerëzit. Kështu që kush është në listën e hapur duhet të jetë një garë shumë të barabartë. Ndërkohë që vendimin për veten time nuk e kam akoma të marrë plotësisht se mund dhe mos janë fare në listë. Nuk e qenë deputet i gjithë. Parimi themelor i listës së re do të jetë asnjë deputet në gjininë mashkullore që ka marrë qoftë një mandat nga Partia Socialiste nuk do jetë në listën e mbyllur. Është e drejta e kujdo që nuk, për arsye të ndryshme, nuk dëshiron të jetë në listën e hapur, që ta thotë. Po duhet na thotë përpara që të mos jetë në listë dhe pastaj thotë jo punë, shkoj jo punë. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse parimisht luftën duhet ta bëjnë ata që kanë më shumë eksperiencë dhe që kanë marrë më shumë nga votuesit dhe nga Partia Socialiste.